Zamira Kita feston sot 63 vjetorin e lindjes, duke shënuar një karrierë të gjatë dhe të suksesshme në teatr dhe kinematografi. E lindur në Korçë në vitin 1963 dhe diplomuar në Akademinë e Arteve të Bukura në 1985, Kita ka interpretuar në shumë komedi dhe drama, duke përfshirë Kohë për t'u çmendur, Boing Boing, Uji që vret, Vetvrasësi e të tjerë, si dhe në filma si Yllka, Tifozët, Femrat e të tjerë. Ajo ka fituar çmime të rëndësishme, përfshirë aktoria më e mirë në Festivalin Ndërkombëtar të Teatrit në Tiranë dhe nga Akademia e Çmimeve Kult, si dhe për rolin e saj në komedinë Kopraci. Urime në këtë ditë të shënuar kanë ardhur nga miq dhe bashkëpunëtor të saj të afërt, mes tyre Blerta Belliu dhe Dasara Xhangolli. E dashur Zamira, Zamira jon, gëzuar ditëlindjen. Qofshin vitet të mbushura me dashuri, me bekime, me më të mira që ti dëshiron dhe me rolet e tua të pakrahasueshme në skenë. Zamira ju uroj gëzuar datën e lindjes. Ju uroj jetë gjatë, ju uroj shëndet të plot, edhe sa më shumë role të bukura në teatr nga ato që juve ja u do zemra. Ju përshafoj. Prej disa vitesh, Kita mban detyrën e drejtores së artit dhe kulturës në Korçë dhe drejton teatrin e qytetit, duke kontribuar në zhvillimin e jetës artistike dhe kulturore.